Durrësi ka pasurinë ujore, e cila përbën një vlerë të shtuar për qytetin, që mund të inkurajojë akoma më shumë zhvillimin e turizmit arkeologjik. Durrësi, që në antikitet ka qenë porti i rëndësishëm i Adriatikut si dhe një kantier i madh i ndërtimit të anijeve. Arkeologjia e tokës në këtë qytet të lashtë ndërthuret me arkeologjinë e nënujt. Kryeministri Edi Rama ka ndarë në rrjetet sociale pamje nga ky park, ndërsa shkruan: Parku arkeologjik nënujor i Durrësit, ku çdo amforë rrëfen e çdo val mbart një kujtim të lashtë. Bukuritë e Durrësit shtrihen jo vetëm në tokë, në parkun arkeologjik, por edhe në ujë, ku fshihen artefakte të ndryshme që mund të shihen nga zhytësit. Nga dyrahu antik janë gjetur ndër vite fragmente amforash. Mbetja e anije është mbytura, objekte tregtare dhe urbane. Ekspedita shqiptare të organizuara janë zhvilluar që në vitet 1970-1980. Hidroarkeologjia është një disiplinë relativisht e re shkencore që lindi në fillim të shekullit të 20. Megjithse interesi për objektet e mbytura në det ka ekzistuar që në kohët antike. Arkeologjia në ujit për shumë zhytës të detit mes dhe të brigjeve të tij është më tepër se një pasion. Topat e statujave, kapitelet apo enët e ndryshme rrëfejnë për jetën e zhvilluar në këto brigje mijëra vjet më parë.